Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Nga 1 janari i vitit 2026, paga minimale në vend do të rritet me 10.000 lekë, duke arritur në ekuivalentin e 500 eurove në muaj. Lajmin e bëri të ditur kryeministri Edi Rama, i cili theksoi se kjo do të jetë rritja e parë, por jo e vetmja gjatë mandatit aktual. Qeveria ka parashikuar gjithashtu një subvencion prej 90 milion eurosh për të mbuluar kostot e sigurimeve në sektorin privat gjatë 9 muajve të parë të vitit. Paga minimale në Shqipëri do të pësojë një tjetër rritje të ndjeshme duke filluar nga 1 janari 2026. Kryeministri Edi Rama ka bërë të ditur se mbi 307.000 punonjës do të marrin 500 euro në muaj si pjesë e një procesi të vazhdueshëm përmirësimit të ardhurave në vend. Por nga 1 janari 2026 do të rritet dhe paga minimale për 307.850 punonjës, të cilët do të marrin shumën e premtuar 500 euro, e cila do të jetë para, po jo e vetmja rritje e këtij mandati, ku paga minimale do të arrijë 700 euro. Në mbështetje të bizneseve private, të cilat do të përbahen me rritjen e detyrimeve të sigurimeve si pasojë e kësaj rritje, qeveria do subvencionojë për 9 muajt e parë të vitit 2026 një fond prej 90 milion eurosh. Jo vetëm kaq, po siç e kemi premtuar, qeveria do të subvencionojë për një periudhë 9 mujore me 90 milion euro edhe shtesën e kostos së sigurimeve për të punësuarit në sektorin privat. Kjo nisme bërë publike në vijim të vendimit me rritjen e pensioneve parashikojnë gjithashtu një përfshirje të madhe buxhetore. Padyshim që pjesën e Luanit në projekt buxhetin 2026, që sapo ka shkuar në parlament, e zën pensionistët, për të cilët e nisin vitin e ardhshëm me 100 milion euro shtesë përveç indeksimit. Në 2027 e dyfishojmë shtesën 200 milion euro. Kryeministri shpjegoi se pjesën e Luanit të projekt buxhetit 2026 e zën pensionistët, për të cilët është planifikuar një mbështetje që do të arrijë deri në 500 milion euro në vitin 2030 përveç indeksimeve vjetore. Në vijim të komunikimit publik, Rama e cilësoi këtë si një tjetër premtim të mbajtur të fushatës së 11 maj, duke theksuar se rritja e pagave dhe pensioneve janë shprehje e mirënjohjes ndaj qytetarëve që i dhan Partisë Socialiste 83 mandate në zgjedhje. Ndër të barabartët janë 83 arsye më shumë se sa deri dje për të mos fjetur gjumë, për të punuar pa pushim dhe për t'ju kthyer ju me të gjithë pasionin, vullnetin, këmbguljen, durimin dhe dashurinë e mundshme, të gjithë atë që ju na dhat. Një besim të jashtëzakonshëm që është privilegj i jashtëzakonshëm. Me këtë vendim, qeveria synon të përmirësojë standardin e jetesës së punonjësve dhe të forcojë tregun e punës, ndërsa paralajmëron se objektivi përfundimtar është që paga minimale të arrijë në 700 euro gjatë këtij mandati qeverisës. Teksa mori në dorë nga ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato progrese raportin për Shqipërinë, kryeministri i vendit Edi Rama e përshkroi atë si një gotë të mbushur për gjysmë. Kreu i qeverisë deklaroi se gjysma është në rrugën e duhur për anëtarësimin e Bashkimit Evropian dhe se ekzekutivi aktual nuk do të largohet pa e çuar vendin drejt këtij qëllimi. Kryeministri Edi Rama mori sot nga ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato progrese raportin për Shqipërinë, të cilën e përshkroi me metaforën në një gotë të mbushur për gjysmë, duke nënvizuar se procesi i integrimit është drejt gjysmës së dytë të rrugës. Raporti progresit është një gotë e mbushur për gjysmë. Ajo që ne kemi bërë gjithmonë dhe që do të bëjmë përsëri është që duke marrë të gjithë energjinë e nevojshme nga gjysma plot, të fokusohemi me të gjithë energjinë e nevojshme tek gjysma bosh. Në mënyrë që brenda vitit 2027 ne ta përmbyllim këtë proces dhe në mënyrë që raporti i vitit 2027 të shkruaj rekomandojmë anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kreu i qeverisë deklaroi se me hapjen e të gjithë grup kapitujve dhe negociatave deri në fund të këtij viti, Shqipëria i ka dhënë fund epokës së poshtrimit dhe ka hyrë në fazën e konsolidimit të statusit evropian. Në vitet e poshtrimit, siç unë i quaj dhe do t'i quaj gjithmonë, ato vitet kur na jepte Kadiu po na e refuzonte Aliu, do me thënë kur komisioni rekomandonte hapjen e negociatave dhe për shkak të 1, 2, 3 vendeve
Këshilli nuk arrinte dot t'i hapte negociatat me Shqipërinë, ne kemi bërë eksaktësisht atë që e kam përsëritur aso koha. Jemi përgatitur për ditën kur negociatat do të hapeshin. Në fjalën e tij, Rama theksoi përdorimin e inteligjencës artificiale si një element inovativ në procesin e negociatave, duke i quajtur këtë një instrument që e vendos vendin në paravëroj të reformimit administrativ. Ai pati dhe një mesazh për kundërshtarët politik. Kështu që ndjehuni mirë që të gjithë qofshin mbështetës, qofshin kundërshtar të kësaj qeverie, sepse kjo qeveri ka bërë detyrat edhe për mbështetësit dhe për kundërshtarët dhe pastaj afërmiteti gjithnjë më i madh me Bashkimin Evropian është një garanci për të gjithë. Rama mbrojti idenë e integrimit gradual, si dhe nevojën që vendet e Ballkanit Perëndimor të mos pengohen nga e drejta e vetos në fazën e parë të afrimit me BE-n. Jemi gati të marrim pjesë në çdo lloj diskutimi. Kjo nuk ka nevojë të bëhet me ndryshime traktatesh, kjo mund të bëhet thjesht me marrëveshje. Mbas një marrëveshje, ne ulemi në tryez. E rëndësishme është që ne të mos kemi veto dhe ata mos trëmben nga vetoja jonë. Nga ana tjetër, ambasadori Gonzato vlerësoi progresin e bërë nga Shqipëria, por theksoi më shumë bashkëpunim ndërmjet forcave politike për reformat kyçe. Raporti thotë qartë se Shqipëria është në rrugën e duhur për të përmbyllur teknikisht negociatat brenda vitit 2027. Duhet urgjencë në reformat me konsultime domethënëse, të shoqëruara me debate të shëndetshme në kuvend. Antarësimi është projekt gjithëshoqëror që duhet të përfaqësohet nga të gjithë aktorët, qeveria, opozita dhe shoqëria civile. Të gjithë kanë rolin e tyre. Për këtë duhet të ketë legjitimitet dhe konsensus. Përpiluar antarësimet e reja. Kryedemokrati Sali Berisha reagoi pas publikimit të progres raportit të Bashkimit Evropian për Shqipërinë, duke e cilësuar atë të zi. Sipas tij, raporti tregon realitetin e vendit nga sistemi i drejtësisë tek korrupsioni dhe krimi i organizuar, pa përmendur asnjë progres të vërtetë. Berisha kritikoi manipulimet e zgjedhjeve, mungesën e dialogut politik dhe mosbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese. Kryedemokrati Sali Berisha deklaroi këtë mërkur se progresi i raportit Bashkimit Evropian për Shqipërinë reflekton realitetin e errët të vendit, duke nisur nga sistemi i drejtësisë deri te korrupsioni dhe krimi i organizuar. Ai theksoi se raporti nuk përmend asnjë sukses të qeverisë dhe nuk evidenton progres të dukshëm. Dëruar qytetarë se n'asnjë rresht, n'asnjë fjalë. Nuk përdoret fjala shkëlqim, nuk përdoret fjala jashtëzakonshëm, nuk përdoret fjala outstanding. Asnjë nga këta cilësor nuk ekziston në raportin e Komisionit Evropian, që të gjitha janë shpikje pasionante të individëve të caktuar që kërkojnë të dizinformojnë ju, të fshehin të vërtetat që përmend raporti. Se këto deklarata i shëmbëdhejnë deklaratave Donald Luce që thoshte në kulmet e kanabizimit shtetë të vendit, përgëzoi policinë për suksesin e jashtëzakonshëm në luftën kundër drogës. Raporti thotë se demokracia nis me zgjedhje, siç është e vërteta. Zgjedhjet janë të manipuluara dhe jo të lira. Komisioni thekson, po citoj si më poshtë, mungesë të fushës lojës të barabartë. Thotë se u keqpërdoren burimet publike. Pra thotë se shteti dhe partia u sollën një me këtë deklaratë. Me në kuptim dhe se nuk janë zbatuar rekomandimet e OSBE-Odirit dhe Komisionit Venecias. Pra, nuk ka shkëlqim. Qytetarë dhe qytetare ju ftoj të lexoni raportin. Ky raport ka denoncuar degradimin e kontrollit parlamentar mbi qeverisjen. Raporti nënvizon, po citoj, parlamenti ka mbikëqyrje të kufizuar ndaj ekzekutivit. Kjo është e vërteta. Polarizimi politik dhe mungesa e dialogut dëmtojnë procesin parlamentar. Kjo është e vërtetë. Vendimet e gjykatës kushtetuese nuk zbatohen. Kryeministri Edi Rama e cilëson si drejtuesi skemave të aferave korruptive dhe për këtë arsye, Sali Berisha deklaroi nga mbledhja e grupit parlamentar se Partia Demokratike do të nisë protestat deri në rrëzimin e qeverisë. Po kësaj herë ne nuk bëjmë atë analizë si përpara. Jo, kësaj herë kemi djallin për brësh. Kësaj herë do kapim Edi Ramën. Jo, nuk e pranojmë ne se e ka Lubia që ka fajtori kryesor për tunelin. Jo, nuk është fajtor kryesor. Fajtor kryesor është Edi Rama, pastaj vjen Lubia. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që në mënyrë absolute do nisin protestat të cilat do ndalen etan e pitas gjersa Edi Rama të largohet nga ajo zyrë. Në qoftë se demokratët nuk shkojnë tek sultanit përballen me të, nuk kanë asnjë kredibilitet, asnjë të drejtë morale të shkojnë tek zgjedhësit. Jo, pra, kjo është afera ku mbreti ka dalë lakuriq. S'mund pranojmë në sultaneshën për mbretin. Jo, atij do i përvishëm.
Partia Demokratike ka dorëzuar në kuvend përfaqësuesen e saj për 2 komisionet e posaçme, ato të reformës zgjedhore dhe reformës territoriale. Oer të Byllykbashi do të udhëheq komisionin zgjedhor krah Damian Gjiknurit, ndërsa nënkryetari Luciano Boxhi do drejtoj komisionin territorial bashkë me Arbian Maznikun e Partisë Socialiste. Emrat e depozituar do të kalojnë për votim në seancën plenare para se të konstituohen komisionet dhe të fillojë puna e tyre. Partia Demokratike ka depozituar së fundmi në kuvend përfaqësuesit e saj për 2 komisionet e posaçme që do të trajtojnë reformën zgjedhore dhe reformën territoriale. Sipas dokumentit të dorëzuar për Komisionin e Reformës Zgjedhore, Partia Demokratike ka caktuar Oer Byllykbashin si bashkëkryetar krah Damian Gjiknurit, ndërsa autorët e komisionit do të jenë Ivi Kaso, Gent Strazimiri, Albana Vokshi dhe Gjingjoni. Zëvendësues do të jenë Arjan Doja, Klevis Badhiu dhe Ilda Hoti. Komisioni i Reformës Territoriale do drejtohet nga nënkryetari i Partisë Demokratike Luciano Boxhi, së bashku me Arbian Maznikun e Partisë Socialiste. Antarë të tjerë do të jenë Jorita Tabaku, Bledion Albati, Xhelal Mziu, Ramadan Likaj dhe Eno Bozdo, ndërsa 4 antarë zëvendësues janë Greta Bardeli, Bart Spahia, Iglicara dhe Ina Zhupa. Emrat e propozuar do të kalojnë për votim në seancën plenare të kuvendit, pas së cilës do të konstituohen komisionet dhe do të fillojë puna e tyre. Partia Demokratike ka kërkuar gjithashtu mbikëqyrje dhe pjesëmarrje nga OSBE ODIHR dhe Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Europës, duke synuar transparencë dhe përfshirje ndërkombëtare në procesin e reformave. Prezantimi i projekt buxhetit për vitin 2026 në konferencën e kryetarëve u shoqërua me debate mes mazhorancës dhe opozitës. Opozita kërkoi shtyrjen e mbledhjes deri në ardhin e paketës fiskale, por kryetari i kuvendit Niko Peleshi rrëzoi kërkesën dhe mbledhja vazhdoi. Ministri i Financave Petrit Malaj prezantoi projekt ligjin duke hapur diskutimet për buxhetin e vitit të ardhshëm në kuvend. Prezantimi i projekt buxhetit për vitin 2026 në konferencën e kryetarëve të kuvendit nisi këtë mërkur duke shënuar hapin e parë procedural për diskutimin e projekt ligjit në parlament. Mbledhja u shoqërua me debate mes mazhorancës dhe opozitës, ku kjo e fundit kërkoi shtyrjen e prezantimit ndërsa të mbërrinte edhe paketa fiskale. Projekt buxheti vjen me një paketë fiskale dhe efektet e paketës fiskale reflektohen në buxhet. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që në parlament ne kemi pas një debat para 3 vitesh dhe vendosëm një standard. Nuk ka ndodhur ndonjëherë në parlament që të vi projekt buxhetit prezantohet këtu pa pasur paketën fiskale. Është një standard që nuk e shkelim dot dhe lexoheni rregulloren dhe nuk thuhet projekt buxhetit dhe paketa fiskale. Efektet e paketës fiskale, ndryshimet e taksave janë reflektuar këtu në projekt buxhet me të ardhurat. Çfarë do miratojmë ne këtu kur nuk kemi një paketë fiskale? Si do supozojmë neve për disa të ardhura, për disa politika fiskale këtu në buxhet kur nuk na ka ardhur paketa fiskale? Duke qenë se ne jemi duke bërë dhe një parafrim të legjislacionit ton tatimor dhe doganor me direktivat e Bashkimit Evropian, dhe në këto kushte jemi të detyruar që këtë paketë fiskale ta konsultojmë dhe me ta përpara se sa ta sillim në parlament për miratim, paketë e cila do të vi gjatë javës së ardhshme këtu për të diskutuar. Nuk presim ndryshime në paketën fiskale, por për procedurë do duhet t'ju përcjellim edhe atyre në mënyrë që të marrim një dritë jeshile për ndryshimet që kemi propozuar. Mund të vendosi qeveria që mos sjelli paketë fiskale. Dhe ministri sapo njoftoi që paketa fiskale nuk do kenë ndikim buxhet. Tani o jeni shqetësuar që ky është buxheti më i madh në historinë e vendit, edhe s'doni ta dëgjoni. 8.8 miliard qesh, po nuk i afroshe treshit kur ishe ti zëvendës ministre. Nëse Ministria e Financave, qeveria, kërkon dhe një javë kohë që të përmbyll paketën fiskale, mund ngushtohet kalendari që të arrijmë afatet e miratimit të brenda këtij viti, por do duhet të respektojmë që projekt ligji i buxhetit vi bashkë me projekt ligjet financiare që kanë lidhje të drejtë për drejtë me të kushtetuta dhe rregulloria nuk flasin ka apo s'ka impakt. Megjithatë, kryetari i kuvendit Niko Peleshi rrëzoi kërkesën e opozitës dhe vendosi që mbledhja të vazhdonte sipas rendit të ditës. Në këtë kontekst, ministri i Financave Petrit Malaj prezantoi projektligjin e buxhetit, duke hapur rrugën për diskutimet e mëtejshme në kuvend lidhur me shpenzimet dhe prioritetet fiskale për vitin 2026. Kërkesa e ish presidentit Ilir Meta për të hequr
Arrestin nga burgu do të shqyrtohet nga gjykata kushtetuese në një seancë plenare me dyert të mbyllura pa praninë e palëve, duke u bazuar vetëm në provat shkresore. Meta në akuzë për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë. Ka kërkuar disa herë lirimin nga paraburgimi. Mbledhja e gjyqtarëve të kushtetueses vendosi që kërkesa e kreut Partisë së Lirisë të shqyrtohet pa praninë e tij dhe të palëve të tjera. Ilir Meta mbahet në burg që prej 21 tetorit 2024 dhe përmes këtij ankimimi kërkon shfuqizimin e masës arrest me burg, e cila i është rrëzuar në të treja shkallët e gjyqësorit. Avokatët e ish-presidentit argumentojnë se vendimet e gjykatës që e mbajnë në qeli janë antikushtetuese, pasi shkelin të drejtat e garantuara nga kushtetuta dhe Konventa Europiane për të drejtat e njerëzit. Meta thekson se po mbahet në paraburgim pa akuzën konkrete dhe se arrestimi i tij ka qenë jo proporcional dhe i panevojshëm, pasi nuk ka prova që ai ka rezistuar apo përbënte rrezik. Gjithashtu avokatët theksojnë se gjatë arrestimit nuk i janë komunikuar arsyet e ndalimit, duke shkelur standardet procedurale të një ndalimi të lishëm. Avokatët e tij përmendin gjithashtu rastet ndërkombëtare si ai Thoma Gëllçit në Strasburg dhe i Mamadov në Azerbajxhan, duke sugjeruar se trajtimi i Metës ka ngjashmëri me praktika të padrejta dhe me karakter politik. Ata argumentojnë se veprimet e SPAK-ut u ndërmorën më një herë pas deklaratave publike të kryeministrit Edi Rama, duke e shoqëruar rastin me një ngarkesë politike. Pas kalimit të çështjes në seancën plenare, kushtetuesja pritet të kërkojë shkresa shtesë si nga Meta ashtu edhe nga SPAK për të plotësuar dokumentacionin e nevojshëm për vendimin final. Seanca e ardhshme do të vendosë nëse ish-presidenti do të vazhdojë të qëndrojë në paraburgim apo do të lirohet duke u bazuar ekskluzivisht në provat shkresore. Ky shqyrtim ka rëndësi të veçantë për garantimin e sigurisë juridike dhe pavarësinë e institucioneve në trajtimin e ish-zyrtarëve të lartë, si dhe pasqyron debatet e forta politike që shoqërinë rastin e Ilir Metës. Një operacion i gjerë policor në Gjirokastër çoi në zbulimin e një arsenali armësh, drogë dhe parash të gatshme në disa banesa të qytetit. 3 persona janë arrestuar, mes tyre një 57 vjeçar me precedent penal dhe 2 të rinj, ndërsa 2 të tjerë janë shpallur në kërkim. Policia dhe prokuroria e Gjirokastrës po vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të aktivitetit kriminal. Një operacion i koduar nga policia e Gjirokastrës ka vënë pranga 3 persona dhe ka shpallur në kërkim 2 të tjerë, pas disa javësh hetimet që çuan në zbulimin e një arsenali armësh dhe lëndësh narkotike. Në pranga ka rënë 57 vjeçari me precedent penal për trafikun e lëndëve narkotike dhe djali i tij, ndërsa djali tjetër i 57 vjeçarit të shpallur në kërkim. Po ashtu është arrestuar dhe një 21 vjeçar, ndërsa një tjetër person që dyshohet si i përfshirë në veprimtarinë kriminale është shpallur në kërkim. Gjatë kontrolleve të ushtruara në banesën e tyre, policia gjeti dhe sekuestroi një sasi të konsiderueshme armësh dhe municionesh, përfshirë 2 kalashnikov, një pistolet, një armë gjau dhe një bajonet, si dhe një sasi të madhe fishekësh luftarak. Po ashtu gjatë operacionit u sekuestrua një sasi heroin, 300 fara të dyshuara si kanabis, si dhe një shumë prej 10.000 eurosh dhe 100.000 lekësh, të cilat dyshohen se janë përfshirë nga veprimtaria e paligjshme. 2 personat e shpallur në kërkim, të cilët sipas burimeve janë kushërinj të njëri tjetrit, po kërkojnë nga forcat policore në zonën kufitare të qarkut. Operacioni u zhvillua nga Drejtoria Vendore e Policisë Gjirokastër në bashkëpunim me seksionin për hetimin e narkotikëve dhe trafiqeve, sektorin operacional Forcat Shqiponja në Komisariatin e Gjirokastrës e Tepelenës në drejtimin e prokurorisë së Gjirokastrës, e cila ka marrë në shqyrtim rastin dhe po vijon veprimtarinë hetimore për dokumentimin e plotë të rrjetit të dyshuar kriminal. Burimet nga grupi hetimor bëjnë me dije se hetimet pritet të shtrihen edhe në zonat e tjera të jugut të vendit, pasi dyshohet se armët dhe lëndët narkotike mund të jenë pjesë e një trafiku më të gjerë rajonal. Bertila Dhiaj, 32 vjeç, autori i vrasjes së kushëririt të tij Dalana Dhiaj në Selenisë së Vlorës, u las sot në burg në akuzën e vrasjes për shkak të marrëdhënieve familjare. Dhiaj ishte në kërkim policor prej 10 vitesh si pjesëmarrës në masakrën e Çolës dhe kishte qëndruar i fshehur duke përdorur dhe pasaportë kosovare për të shmangur autoritetet. Bertila Dhiaj, 32 vjeç, autori i vrasjes së kushëririt të tij Dalana Dhiaj në Selenicë të Vlorës, u las sot në burg në akuzën e vrasjes për shkak të marrëdhënieve familjare. Në gjykatën e Vlorës, 32 vjeçari u paraqit para trupës gjykuese dhe shqiptoi vetëm fjalët: "Nuk jam në gjendje të flas." Për 90 minuta seanca ai nuk pranoi të jap shpjegime mbi motivin e vrasjes së kushëririt të tij Dalana Dhiaj, duke e lënë të paraqartë arsyeën që çuan në këtë krim familjar. Vrasja ndodhi pas një takimi mes 2 kushërive dhe pavarësisht tentativave të autoriteteve gjyqësore
kryesore për të kuptuar motivin, 32 vjeçari nuk dha ndonjë informacion të ri. Ai më herët kishte pohuar se kishte vrarë kushëririn për një arsye të fortë dhe si kishte kërkuar këtij të reagonte, por detajet mbeten të panjohura. Ertila Liaj ishte i njohur prej autoriteteve prej vitit 2015 kur kishte marrë pjesë në masakrën e Çolës në Vlorë, ngjarje për të cilën është dënuar me 35 vite burg në mungesë. Gjatë periudhës që ishte në Arati, ai përdorte një pasaportë kosovare për të mbajtur identitetin e fshehur dhe për të shpëtuar autoriteteve shqiptare. Policia dhe prokuroria njoftonte se hetimet për motivin e vrasjes së Dalana Dhiajt do të vazhdojnë ndërsa vendimi për të lënë autorin në burg u mor për të garantuar sigurinë e shoqërisë dhe për të lehtësuar punën e hetuesve në zbardhjen e plotë ngjarjes. Vrasja ka tronditur komunitetin e Selenicës dhe të gjithë Vlorës, duke rikthyer vëmendjen mbi krimet e kaluara të mbetura të pazbuluara në lidhjet e tyre me konflikte familjare të thella. Në këtë kontekst, gjykata ka theksuar se masa e sigurisë në burg është nevojshme për të parandaluar çdo tentativë të mundshme për shmangje të ligjit, duke pasur parasysh edhe precedentët e autorit dhe arratinë e tij që e kishte mbajtur për kaq kohë. Prokuroria e Fierit ka sekuestruar 17 pasuri, përfshirë kompani private, apartamente dhe toka në pronësi të 3 shtetasve të proceduar për trafik droge në Itali dhe pastrim parash. Hetimet nisën pas të dhënave të sektorit për hetimin e pastrimit të parave dhe aseteve kriminale që dyshonin se pasuritë përdoreshin për të pastruar paratë e aktivitetit kriminal. Prokuroria e Fierit ka sekuestruar 17 pasuri, mes të cilave kompani private, apartamente, toka dhe njësi tregtare në pronësi të 3 shtetasve të dyshuar për trafik droge dhe pastrim parash. Hetimet për këtë rast nisën pas informacionit të sektorit për hetimin e pastrimit të parave dhe aseteve kriminale, i cili evidentoi përdorimin e pasurive nga të dyshuarit dhe familjarët e tyre si mjet për pastrimin e parave të fituara nga veprimtaria kriminale. Prokuroria bën me dije se 3 shtetasit në bashkëpunime të tjerë vepronin si grupi organizuar kriminal dhe transferonin miliona euro nga Italia drejt Shqipërisë përmes autobuseve të linjës për udhëtar. Njëri prej të dyshuarve kishte qenë i dënuar nga autoritetet italiane në vitin 2006 për trafikim dhe mbajtje të palishme të drogës dhe ishte shpadhur në kërkim nga autoritetet italiane. Gjithashtu në qershor të vitit 2024, 2 shoferë të kompanisë AT, tashmë e sekuestruar, u arrestuan pasi u gjetën mijëra euro të dyshuarsit të ardhura nga trafiku i drogës. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrjetit të veprimtarisë kriminale dhe pastrimit të parave. Ecime të tjera zhvillime në 5 vjetorin e paraburgimit në Hag të ish krerëve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, kryeministri në detyrë Albin Kurti kërkoi lirimin e menjëhershëm të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit, duke theksuar se mungojnë dëshmitarët dhe se prokuroria e ka përfunduar rastin. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka kërkuar lirimin e ish krerëve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës në përvjetorin e 5 të paraburgimit të tyre në Hag. Në një postim në rrjetet sociale, Kurti tha se nuk ekziston më asnjë arsye ligjore apo morale që ata të mbahen pas hekurave, duke i cilësuar zgjatjen e paraburgimit si të padrejtë dhe të pajustifikuar. 5 vite pritje, 5 vite pas hekurave, ndërkohë që arsyeja e njëjtë përsëritet në çdo vendim për refuzimin e lirimit. Rreziku i ndikimit mbi dëshmitarët, kështu kam menduar që nga dita e parë që i dërguan në burgun e Hagës, shkruan Kurti. Ai kujtoi se si deputetët dhe kryetari i lëvizjes vendvendosje kishte kundërshtuar themelimin e gjykatës speciale, ndërsa si kryeministër tha se ka kërkuar disa herë lirimin e tyre në paraburgim. Në postimin e tij, Kurti publikoi dhe një kopje të letrës që i kishte dërguar në shtator të vitit 2022 kryetares të dhomave të specializuara Ekaterina Trendafilova, përmes të cilës kërkonte shqyrtimin e situatës së tyre, kërkesë që siç e shpreh ai nuk mori përgjigje. E kam trajtuar këtë çështje me përkushtim dhe në heshtje, si kryeministër zyra ime dhe unë kemi kërkuar lirimin e tyre që nga fillimi. Ata meritojnë të kthehen në shtëpitë e tyre dhe ta mbrojnë në liri luftën e drejtë çlirimtare të Kosovës, përfundoi Kurti. Ish presidenti Hashim Thaçi, ish kryeparlamentarët Kadri Veseli dhe Jakub Krasniqi, si dhe ish deputeti Recep Selimi, ndodhen në paraburgim në Hag që prej nëntorit të 2020-s nën akuzën për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Procesi ndaj tyre ka hyrë në një fazë përfundimtare, ndërsa mbrojtja kërkon që gjykimi të vijojë me ta në gjendje të lirë. Glaug Konjufcka i lëvizjes vendvendosje u dekretua të martë nga presidenti Vjosa Osmani si mandatar për formimin e qeverisë së re. Megjithatë, partia e tij ka të sigurt vetëm 56 vota që janë të pamjaftueshme për zgjedhjen e tij si kryeministër. Në këtë situatë, nëse deri në 19 nëntor Konjufka nuk siguron mbështetje,
Kosova do të shkojë drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Dekretimi i Konjufskës nga presidenti Osmani ka ngritur debate politike dhe juridike. Partitë opozitare, përfshirë Lidhjen Demokratike të Kosovës, kanë kritikuar vendimin duke quajtur të njëanshëm dhe duke krahasuar procesin me një monarki ku mandati trashëgohet nga një individ te tjetri. LDK-ja ka deklaruar se lëvizja vetëvendosje po zvarrit afatet kushtetuese për shkuarje në zgjedhje, ndërkohë që njohuesit politik theksojnë se partia nuk ka dëshmuar mbështetje reale nga partitë e tjera për formimin e qeverisë. Sipas kushtetutës, për dekretimin e një mandatari duhet të ekzistojnë disa kritere, përfshirë deklarimin publik të një partie që mbështet kandidatin, një marrëveshje koalicioni e dorëzuar me shkrim ose mbledhja e të paktën 61 nënshkrimeve të deputetëve. Në mungesë të këtyre kritereve, njohuesit thonë se presidentja do duhet të shpallte menjëherë zgjedhjet e jashtëzakonshme. Konjufska ka kohë deri në 19 nëntor për të prezantuar përbërjen e qeverisë dhe për të kërkuar besimin e kuvendit. Nëse lëvizja vetëvendosje dështon të sigurojë shumicën, procesi parashikon shpadhjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme që do të organizohen brenda 40 ditëve sipas kushtetutës. Përllogaritjet tregojnë se votimi nuk duhet të mbahet më herët se 21 dhjetori dhe jo më vonë se 4 janari i vitit 2026. Situata reflekton një ngurç politik të thellë ku lëvizja vetëvendosje duhet të gjejë partner ose të pranojë kalimin në zgjedhjet e parakohshme, duke vendosur sërish qytetarët përballë një procesi elektoral të paparashikueshëm dhe të shkurtër në kohë. Në këtë kontekst, përplasja mes presidentes dhe lëvizjes vetëvendosje si dhe mosdakordësitë mes partive parlamentare rrisin presionin për një zgjedhje të shpejtë dhe të lishme për të shmangur bllokimin institucional dhe pasigurinë politike në vend. Nderuar televizionistë, do të ecim me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 6 nëntor do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa dhe të paqëndrueshme me prani të vranësirave të shpeshta në pjesën më të madhe të territori. Paraditja do të karakterizohet nga mot pjesërisht i kthjellët në disa zona perëndimore, ndërsa pasdites pritet shtimi i vranësirave, megjithse pa reshje domethënëse në territorin shqiptar. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 19 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 4 deri në 5 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa në bregdet her pas here mund të arrijë deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 6 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët nga 2 deri në 3. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 6 nëntor do të jetë në orën 6:11, ndërsa perëndimi në orën 16:38 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 18 gradë Celsius. Kukës, 7 deri në 11 gradë Celsius. Peshkopi, 8 deri në 12 gradë Celsius. Tiranë, 14 deri në 19 gradë Celsius. Durrës, 13 deri në 19 gradë Celsius. Kavaj, 12 deri në 18 gradë Celsius. Elbasan, 13 deri në 18 gradë Celsius. Berat, 12 deri në 19 gradë Celsius. Korçë, 6 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë, 15 deri në 18 gradë Celsius. Gjirokastër, 12 deri në 16 gradë Celsius. Sarandë, 13 deri në 19 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 6 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa dhe të ftohta, me mundësi për reshje të dobëta dhe mot të paqëndrueshëm, veçanërisht në orët e pasdites. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira të shumta dhe mundësi për reshje të izoluara, ndërsa pasditja do të sjellë rritje të mundësisë për reshje të dobëta, kryesisht në zonat juglindore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të ngjitet deri në 13 gradë Celsius në disa zona perëndimore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 6 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët nga 1 deri në 2.
Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 6 nëntor do të jetë në orën 6:08, ndërsa perëndimi në orën 16:30. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 3 deri në 13 gradë Celsius. Podujev, 2 deri në 10 gradë Celsius. Skënderaj, 2 deri në 12 gradë Celsius. Pej, 6 deri në 12 gradë Celsius. Prishtinë, 4 deri në 11 gradë Celsius. Gjakov, 4 deri në 13 gradë Celsius. Malishev, 5 deri në 12 gradë Celsius. Gjilan, 6 deri në 12 gradë Celsius. Ferizaj, 5 deri në 12 gradë Celsius. Kachani, 5 deri në 12 gradë Celsius. Suhare, 5 deri në 13 gradë Celsius. Prizren, 4 deri në 11 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj, për më shumë zhvillime dhe informacione të reja, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita, bashkë më takofshim në edicionin e ardhshëm.